Tani kjo video shkon për gjitha ato njerëzit që janë ofendu, ato vajzat që janë ofendu me videot e mia, edhe ato djemë që janë ofendu me videot e mia, desha t'ju them se nuk më intereson se me aty të fare, se në ofendu me të vërtetën. Do thënë, nëse e vërteta e ofendon, është i thënë se shkon kështu. Nëse e vërteta thot i vret njerëzit, atëherë do të vdesin gjithë. Do thënë, e vërteta është e vërteta. Unë nëse e marrë vërtetën edhe thamë ashtu siç është. Na mundona me manipulu, mund na mi thënë për shembull portokallit moll, okay, mund ta thojmë, a është portokalli moll? Mundona edhe vetë edhe me ndryshu sistem, me mbulu të vërtetën. Do thënë, po nuk është se vërteta ndryshon. E vërteta është ajo që është. Sado na mundona me që ta ndryshoj. A kupton? Unë jam nga ai tip mosh që flas. Edhe meshkuj tjerë si puna jam në një mentalitet, sa ti si femën, kur ti të djeg shtëpia, unë jam i gatshëm me rreziku jetën time për me të shpëtu ty, edhe nuk tham unë, edhe nuk e çoj menje me thanë le ta bëjë dikush tjetër. Nëse unë jam te po mësut e mis, që shtëpia tu djeg edhe ka njëri mrena, unë rrezikoj veten time për mbar me të zarr jashtë. Edhe nuk e kam mentalitetin për me thanë se le ta bëjë dikush tjetër, të rrezikojë dikush tjetër. Unë nuk ofendoj femnat, unë jam të mbrojt femnat, me një anë indirekte se ju s'jeni të kuptu. Ju s'jeni të kuptu, shumica femnë që mendojnë këto s'jeni të kuptu çata 9 vjet. Këto që ju shplojnë trunin. Se keni ide çata 9. Kështu që nëse jeni ofendu me llofet e mia, futni qafën, nëse që pëlqen mënyra se si unë komunikoj, muni lirisht, me më fut blok, se paka shumë e keni kuptu se çfarë mentaliteti kam. Muni më fut blok ose bani skip edhe me nejturt.